wollten den Krieg. Guten! Ich kann Frankreich und England nur sagen, auch sie werden den Kampf bekommen. Pa kush mund ta mendoj sot se përpara 70 vitesh një ure shkatëruar do të sillte vonesa në largimin e ushtarëve të fundit gjerman. Ne sot ndodhemi në urën e Pjoçës, në Podgorisë të Malit të Zi, aty ku duhet të bëhej edhe tërheqja e ushtrive gjermane nga Shqipëria, por edhe nga zona të ndryshme drejt Gjermanisë. Partizanët malazez kishin shkatëruar këtë urë, ndaj edhe ushtri gjermane u detyruan ta rindërtojnë atë, duke bërë që deri në darkën e datës 28 nëntor të vitit 1944, ushtri gjermane të qëndronin ende në kufit të Shkodrës për të larguar përfundimisht më 29 nëntor, atëherë kur edhe ura ishte bërë e kalueshme për forcat pushtuese gjermane. Në mbrëmjen e datës 28 nëntor u dha urdhri për lëshimin e pozicioneve në jug të qytetit, pra pozicionet që janë tashmë në të majtën tonë, të ure Bashallëgut, dhe për fillimin e tërheqjes së këtyre trupave nga Shkodra. Kështu që në këtë mbrëmje fillon lëshohen pozicionet e këtij e përgatitura nga gjermanët dhe fillon tërheqja me luftim nëpërmjet qytetit të Shkodrës, pra sigurisht duke qenë në presionin e vazhdueshëm të forcave partizane, kësaj për thuajse gjithë natën, duke respektuar parimet e tërheqjes me luftim, gjermanët e lëshuan Shkodrën dhe në orët e para të mëngjesit të datës 29, Shkodra tashmë ishte e çliruar.